Prokuroria themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur akt akuzë kundër ER dhe HK, të cilët gjenden në masën e paraburgimit, dhe FH, i cili gjendet në Arati, për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprën penale, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja pa autorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267. Sipas akt akuzës, më datën 11 gusht 2025, rreth orës 21 në Prizren, në një objekt prapa një qendre tregtare të pandehurit FH dhe ER, duke vepruar në bashkëkryrje dhe pa autorizim, kanë transportuar dhe shpërndar substancë narkotike të llojit kokain në sasi prej 3.3 kilogramësh. Të njëjtit pas komunikimit paraprak me të pandehurin HK, lidhur me vendin e takimit, kanë arritur në lokacion me automjet dhe kanë realizuar dorëzimin e narkotikëve, duke pranuar në këmbim një automjet të tipit Volkswagen Golf 7. Pas dorëzimit të narkotikëve, i pandehuri FH largohet me automjetin e tij, me targa belge, ndërsa e pandehura ER e drejton automjetin e marrë në këmbim, duke parkuar atë para banesës së saj në Prishtinë, ku i njëjti është sekuestruar nga policia, ndërsa automjeti i FH u ndalua më datën 16 gusht 2025 nga policia në pikën kufitare Hani i Elezit, ku brenda tij u gjet dhe e pandehura ER si pasagjere. Ndërkaq HK pa autorizim posedon substanca të llojit kokain për shpërndarje dhe shitje. Gjatë bastisjes në banesën e tij në Prizren, u sekuestruan substanca narkotike me peshë totale prej 4.436 gram kokain, të destinuar për shitje, si dhe mjete dhe pajisje për paketim, qese, role foli, peshore digjitale, kartela dhe para të dyshura, si të përfituara nga aktiviteti kriminal. Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së akt akuzës i ka propozuar gjykatës që pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, administrimit të provave dhe vlerësimit të tyre, të pandehurit e lartëcekur për veprën penale. Ndërto me prodhime vendore.